Të dashur miq, personazhin e ditës për sot e kemi një kampion botëror të boksit. E ky është Petrit Mazrejka, mirë se erdhët. Mirë se gjitha. Fillimisht po të pyes si po kalon në Kosovë. Mirë vallai, se Kosovë mua. Si po të presin? Pa, shumë mirë. Petrit, fillimisht na trego prej kur ke filluar të merresh me boks, pastaj dalim edhe të bisedojmë tek fitoret tua e deri tek kampionati botëror. Unë fillimisht jam nis me 12 vjet më ashtu. Sidomos kom pas qef të nëherët më re. Shtu thash, pja nisi me sport box, më kanë qu familja dhe i kom pas ndeshjet e para, kom pas suksese dhe e kom vazhdu. Si ka lind ideja, ku je inspiru Petrit? Ideja ka lind si gjithmonë jem kon taksi agji, kom buk më re. Që shtu të kom bo hobin sport. Atë kujtohet se ka kërë më spari? Po, me gjep të mitë, valla. A i kërrej krejt? Mrashin e rashe. Se fëmi mu. Petrit, në çfarë gara keni marrë pjesë, fillimisht, do të thonë fillimet e tua, para se të fillosh, të fitosh këtë formë që ke tani? Parën meq, e kom pas amater, kom pas 15 vjet, jem kon rej me i krat, o kon ndeshje shumë emocionale, se sidomos më rej me i slava është pak ma, dhe për aty është e kom pare knockout në rundin e dytë dhe ka vazhdu karriera. Njona në dytë e... Ju boksoni për Austrinë? Po. Që sa ku? Që 3 vjet. Që 3 vite. Pjesë e cili klub jeni apo ushtroni vetëm? Tash përpara një kohë pjesë e klubit, jem kohë në ekip të Austrisë, po tash sidomos për profi, direkt për Austri do më thonë, vetë, po klub. Petrit, përveç sportit e boksit, cili sport pëlqen, po të mësisht boksit, cili ndo zgjedhje? Golf. Golf. Luj ka herë. Këtë cilëson si sukses më të madh deri më tash? Suksesi më e madh për mua konë ndeshja në Serbi, si ka pas për mua shumë vlerë dhe aty edhe të njohë publiku shqiptar më shumë të edhe gjitha vendet të tjera? Po, shumë, që me thonë, ka pas për mu, as rrypi botëror se ka pas qatë vlerë që si që e reme në Serbi, u konë shumë të ka, si me thonë, përjetëshëm. Petrit, të ndalim e pak në Kosovë. E ke ndërmend ndonjëherë të boksosh për Kosovën dhe të na përfaqësosh në vendet të tjera? Po, kësmet, ty folje na, ty qyrë të kontrata, ta shohim që ku bujmë. Sa për kratë sporti kryesisht boksi në Kosovë, si pas mendimit të? Për kratë fort, sidomos që tash si ka shumë boksera shqiptarë dhe shumë boksera të mirë, si një, shumë talenta, dhe shpresoj se ka më bu Kosova një për më të mirë që tjetën në botë. Në thuaj ndonjë emër kosovar që të pëlqen ty si boksier më i miri? Kosovar? Po, jam fan si Nuri Sefirit, Haxhi Krasniqi, Luan Krasniqi, jem konë kajtë boksirët janë bokser me stil dhe... Sa ushtran gjatë ditës, gjatë javës, kur është tuar më i mirë për të ushtruar? Me sabah. Po që ona kom qef jem në fund ushtrime me i kry, me thonë i kreva, 4 dhe 6 orë për gjatë ditë. Më barë tash që kom, a bëj kondicion, a bëj teknik, a bëj... Vishë normalisht i kom 4 dhe 6 për gjatë ditë. A është e lotë shmo? Normal. Shumë. A ke pasur rendime të rënda të themi kështu gjatë mundjes? Po, ka si, sidomos ky sport është ekstrem. Ti sidomos me do të remen, edhe e merë është... Që s'ki të rema se herë? Po, në treninge. Në treninge. Sa jeni aktiv në rrjetet sociale, Petrit? Cilën përdor më shumë, ti ku shkruajnë fanca të ku mund gjejnë? Më shumë, jam fanpage, Petrit Mazrejka fanpage, aty kush si të më shumë për fanca, kom qef me okëthy me kontakt me ju. Ju këthejnë gjithmonë. A të kujtohet në kompliment, ose koment, të bukur, ose që sharak që ke marrë? Shumë, s'ku mujt as mi armë prap ku im këndrejnë servisi, ju ka padruk që di se ju kum parazu edhe shifonjen. Tani duhet të ndarëm njëri tani në Austri dhe sa më herët se edhe boksoni për Austri. Shkut në Serbi. Aty si u preken?
edhe fitot. Me na prit valla, s'o kom pritja mirë, po se s'o kom pritja mirë, ja kom kthy edhe unë mirë. Jo, ke mirë. Jo, e nuk hartova në unit e parë, dhe nejse, ai për shqiptar me boksu në Serbi, Çfarë ndjenje ishte për ty? është ndjenje shumë e rëndë, sidomos se nuk na kanë fort në qetë, po jena 7 milion, duhen më mësu me neve, duhen me na respektu, gjatë fushit duhet me na respektu, se jena qëtu në Ballkan, duhen me najtë bashkë. Keni mbi 16 fitore, kështu më duket, 16 mundje. Cila është ajo që mendon cilë suksesin më të madh pas kësaj mundjes në Serbi? Po konë, cila e parë në Stuttgart Gjermanisë, po kom fitu rrypin botror WPPO, nuk është rrypi më i madh, po është rrypi si qelës për më futi rrypat e mëdha. Do të thonë ti shkja u konë, dura më madhe. E përmendet edhe një tatuazh. Që sa kohë keni bërë tatuazhin në Shqipëri? Tatuazhin e kom bërë që një vit. Që një vit. E kom një shok austriak, ajo është shumë fan i Skënderbeut, më thënë ke bane ma i Shqiponi me Skënderbeu, thënë ke zitë ka hije. Ka hije. Pa dhe ta këshyre me pa të vizatu atëherë. Petrit, në thuaj diçka, cilat janë planet tua, ku do të shohen? Planet e mia janë me arrit qëllimin tam, muajin e botës, me konë nëmër 1, me ushtu edhe ma shumë, me mësu edhe ma shumë, s'mu është kur me thonë i ditana. Se gjithë shkon të rëndu stilje, po tash me 30 janar kësmet ku më rrinë Moska të Rusis, ku në i Rusit shumë i kur, dhe se fitoj këtë reme, hapën edhe ma shumë dhja. Dyre të tjera. Petrit, disa tituj kam planë. Është lodhshme të thonë? Edhe angazhem përveç që boksit studiane, apo çfarë bën atë në ati? Unë e kom kryu një shkollë me maturë, do më thonë me i programu të kompjetera. Tash, si boksoj, nuk kom fort kohë më mirë me punë, po duhet me i këshu të drejtina. Petrit, një mesazh për gjithë ato të rinjët, ose të reja, se të reja s'kemi që, cilat merren me sport. Çfarë do të thotë? Merren sa më shumë me sport. Sa më shumë. Kryesisht gjallë me boksin. Normal. Jo me boks. Sidomos ai gjithë kush e ka atë sportin e vet, po çaj se von sportin, le ta von çu duhet, me ta merr. Në të vënë si duhet. Faleminderit shumë Petrit, sukseset më të tjeshme. Të mirëpresim herave të tjera edhe me shumë tituj të tjerë të na vish, edhe ta përvetësosh së shpejti Kosovën në përmbar botën. Kismet, me plaqir. Faleminderit. Të dashur miq, me ne ishte kampioni i boksit Petrit Mazrekaj, tani do të shkojmë me diçka tjetër dhe rikthehemi përsëri në studio.